Pra llogariteni kur për dikë që ka qenë aleati tyre i ka ruajtur si sytë e ballit për më shumë se 5 vite e gjysmë, ndërtohet një propagandë e tillë deri në thirrje për pushkatim. Llogariteni se çfarë do t'i bëhet të tjerëve. Vjosa Osmani e dha këtë intervistë të cilën më mirë të mos jepte fare. Vetë fakti se ka zgjedhur të japë intervistë ekskluzive të një gazetar që njihet si kundërshtari i Edi Ramës, tregon se ajo tashmë e ka përbrendsuar tregimin e militantit që i vjen në formë linçimi, se ajo ja dredhi Kurtit me Ramën. Me idenë se populli do viktimën, Osmani e luajti viktimën, por populli do viktimë që lufton, jo viktimë të nënshtruar që përkundër të gjithë linçimit e poshtrimit, prapë mban fije shprehse se ndoshta, duke mos treguar krejt çfarë di për Albin Kurtin, ata e falin. Duke mos e sulmuar, dëshironte ta rikthente pak simpati të militantit tegër e barbar, që ja ka ndërshyer Kurti, i cili mjaftoi të thoshte në konferencë. Koha do të tregoj dhe atë shumë shpejt se çfarë ka qenë ky lloj plania, kjo lloj skeme. Vjosa Osmani kërkoi të ndalet linçimi publik ndaj saj, duke thënë me të drejtë se akuzat të tilla pa karar nëpër internet çojnë edhe në vrasjen e dikujt. Por refuzoi të kërkonte falje që në të kaluar nga BE, kur makineria e dytë e Albin Kurtit linçonte të tjerët. Refuzoi të kërkonte falje për shkrimet të njëjta si të militantëve që i bënte burri i saj kur akuzonte mediat për ndërmarrjet për bashkëta kriminale. Refuzoi të kërkoj falje edhe për veten, kur me stilin e Gestapos Hitlerit lëshonte Xixa Nar, se kënd se pas ka informacione nga shërbimet informative për disa gazetarë. Refuzoi të kërkoj falje kur i lidhi paturpsisht gazetarët me Radojqiqin, duke thënë se ata kanë mizën pas veshit. Kur hetohen Radojqiqat, dalin bashkëpunëtorët e tyre. Refuzoi të kërkoj falje që luajti lojën e Kurtit kur ja mohoi opozitës mandatarin dhe ja dha atë për herë të dytë Kurtit, duke mandatuar Glauk Konjusen, edhe pse e dinte paraprakisht se vetvendosja s'kishte numra. Refuzoi të kërkonte falje, madje e pranoi se edhe vetë datën e zgjedhjeve të reja caktoi për favor të Albin Kurtit. Aja pas në organizuar pas shtatorit unë puqin zotit Kurtit duke ja dhënë datën 28 dhjetora. Refuzoi të kërkonte falje ish kryetarës së Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka, të cilën e shkarkoi pa kompetencë dhe në shkelje të plotë kushtetutës. Refuzoi të kërkonte falje për mos dekretimin e Blerimi Sufajt si kryeprokuror shteti, përkundër se i njëjti përmes rrugëve ligjore kishte fituar këtë drejtë duke u propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Nuk kërkoi falje as pse refuzoi të dilte në mbrojtje gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, kur ata e linçonte me krejt çka kishte vetvendosja. Refuzoi të kërkoi falje që kurrë nuk foli, kur afër 20 herë me radhë vetvendosja shkeli kushtetutën si të ishte letër shtylle. Refuzoi të kërkonte falje që nuk i doli në mbrojtje, kur vetvendosja tentonte ta linçonte ish kryetarin e gjykatës kushtetuese Greza Caka, e cila si një heroinë e vërtet ndaloi vetvendosjen plot 16 herë të hipet sipër kushtetutës Kosovës. Refuzoi të kërkonte falje prokurorëve gjyqtarëve të Kosovës kur sulmoheshin me sistem të organizuar linçimi nga vetvendosja, vetëm se ata ja hetonin ministrat hajdut Albin Kurtit. Refuzoi të kërkoj falje që shndroi e heshtur si struci për Albin Kurti si një bandit, jo veç refuzonte thirrjen e bukurisë, por edhe sfidonte ata se s'guxojnë të shkojnë as në zyrë. Unë guxoj t'ju them s'po vi. Ta shohim tash, a guxojnë ata të vinë. Refuzoi të kërkonte falje që nuk e tha një fjalë të vetme, kur Gjykata Supreme konstatoi se ministrat në detyrë të Albin Kurtit po bënin shkelje për secilin vendim që po e merrnin dhe përkundër kësaj, ata vazhdonin njëjtë duke shpërfillur krejtësisht verdiktin e organeve drejtësisë. Dhe më e rëndësishmja, s'kërkoi falje që e hutuar pas pushtetit e luksit pafund, nuk ndjeu as nevojën minimale ta mbronte shtetin i cili ja dha emrin presidente. Ndërsa sistemi bresh demokratik i Kosovës po kalonte në autokraci para syve të saj, ajo shqetësim në vetëm vazhdonte ta kishte veten e familjen, asgjë tjetër. Ajo refuzoi për 5 vjet me radhë të bëhet mbështetje në luftën e adhëtarëve të vërtetë, që u përballën çdo ditë me kasapet e Albin Kurtit me vetmin qëllim ta bënin këtë vend lëviz sipas standardeve demokratike. Në të kundërt madje, u bë pjesën e aparatit gënjeshtrave, mashtrimeve, spionllaqeve dhe të pabesisë, të cilën vetë sot guxon ta denoncoj pak. Pra, intervista e Vjosa Osmanit është vetëm një gjest i vetëmbrojtjes publike, por i turpshëm. Sepse as tash, as kur vetvendosja hodhi si lesë një përdorimshe, e friksuar në palës nga Albin Kurti, nuk pati guxim të qëndronte deri fund në kritik. U zbëth, kërkoi mëshirë nga xhelati që vetë se e ka ekzekutuar publikisht.